Na erdhi momenti edhe ne të bëjmë një përshëndetje përpara gjithë miqve tonë dhe përpara gjithë kolegëve tonë që punojmë në gjithë Shqipërinë. A jemi gati apo jo? Unë kam një pyetje për ju motrat e mia. A jemi më mirë se vjet si vjet apo jo? A jemi më mirë si vjet se vjet apo jo? A e një gjutë ju që ne jemi më mirë apo nuk e një gjutë? Kam dy fjalë me këta që unë ngatrohem në rrjetet sociale për ju. Këta zotnit që gërthasin korrupsioni, ato lekët e korrupsionit janë lekë që dalin nga durët e juja, nga taksat e juja, edhe nga pagjumësia ime, edhe nga vrapimi im. O shu apo së shu? Pra ju vjedhin juve dhe të kënë turp të shofin gjithë të portretet të një pjesët rozafës, sepse pjesa tjetër është e gjitha në shërbim, dhe nuk ka ditë pushimi, sepse janë në për reparte shërbimesh, janë det, janë ujë, janë ferma, janë restorante. Dhe kjo pjesë tu është e vetmja pjesë që ka mundësi ditët e festave t'i festoj me familjet dhe t'haj gjelin e detit. Këta njerës që abuzojnë me taksat edhe me durët e këtyne njerëzve, të shkojnë të veni. Por unë kam përshtypje që abuzusët më të mëdhejt këti veni janë ata njerëz që në përmjet korupcionit tyne, në përmjet molotovëve tyne, djegin institucioneve dhe nuk i gjujnë institucioneve, po gjujnë bi këta njerëz gjithë ato molotovë. Sepse këta njerëz i lenë mrena gardheve, sepse këta njerëz i lenë mrena kufive, sepse nuk dun të shpërthehen kufit, sepse nuk dun që gjithë ta njerëz tjetojnë më mirë. O shu apo së shu? Ta shti, i them të fjalë, sepse në rast të shpërthehen ato gardhet Komunitetit Europian, të gjithë ta njerëz që kanë një pjesë familjes në për Europë, din shumë mirë, që ushqimet do të binë me 20%, që ato televizorët, lavatricet, frigoriferët që blini, do të binë me 20%, që jetesa e këtyne njerëzve, të robat, të e përdiqmja, do të bjeri me 20%, se nuk do ketë më gardhe. Sepse ne qitë gjithë produktet tona që dalin nga durët e këtyne, do ikin pa kufi atje, dhe do paguhen më mirë, dhe jetesa këtyne do t'jetë 50% më lartë, dhe këta plena, këta biznes lesha që blejnë dhe shesin, dhe që kanë kompromis me politikën e ndyrë, këta janë njerëzit më plera bashkë me politikën që nuk du të hapen kufit, po gjujnë me molotov, sepse duke pas kufi, këta njerëz vjedhin mbi këta njerëz të varfër, dhe nuk ndryshojnë jetesën e këtyne. Kështu që më gjoni mirë, do të ngrej gjithë prodhusat dhe kush hull më molotov dhe nuk i bashkohet thirrjes të këtyne njerëzve, të 90-ës ta bëjmë Shqipërinë si Europa, të ekim gardhet, do t'i qisë gjithë prodhusat për para partive të ndyra dhe do t'i gjujmë ne me molotov këtyne partive në qoftë se këta na pengojnë për ty në Europë. A jeni dakord apo jo? A jeni dakord? Çfarë duhet për bjetë që gjithë? Gëzuar edhe ky inshallah të jetë viti funit që ne shkëputemi nga horrat dhe nga padrejtësit dhe nga plenat. Rrofë Shqipënia, rrofshi ju, rrofshin këto zogjt e u rriqin me babe me nonë Shqipëri e u trashgofshin. Gëzuar, 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 gëzuar. Hade da shti kërcem dhe ikim të gjeli. Hade, ka me muzika.